Me qindra besimtar musliman në Vlorë mblodhen këtë të mërkur në Pallatin e Sportit Flamurtari për të falur namazin e Kurban Bajramit. Besimtarët janë lutur për më shumë paqe, dashuri dhe harmoni mes njerëzve. Falja namazit të Kurban Bajramit u drejtua nga myftiu rreth të Vlorës Ardito Xhallaku, i cili në fjalën e tij ka theksuar se Kurban Bajrami është një ndër festat më të rëndësishme të besimit islam, që simbolizon sakrificën, solidaritetin dhe ndërgjegjësimin shpirtëror. Edhe imami i xhamisë në Shat Pashait në Muradi Miran Shehaj përcolli mesazhin e tij për Kurban Bajramin. Pallati i Sportit ishte i mbushur nga qindra besimtar, të cilët u lutën dhe morën pjesë në ceremoninë e faljes së Kurban Bajramit. Edhe gjatë mesazhit të dhënë nëpërmjet medjave, myftiu Ardito Xhallaku theksoi se kjo është një ditë e rëndësishme dhe që kërkon më shumë mirëkuptim njerëzor dhe për të ndihmuar ata të cilët janë nevojtar. Të gjithë besimtarëve musliman të qytetit të Vlorës dhe mbar shqiptarëve ju uroj gëzuar Bajramin e Kurbanit. Qoftë kjo ditë një ditë të sakrifice, solidariteti, mirëkuptimi dhe pajtimi mes të gjithë shqiptarëve, pa dallim feje, sepse sot më shumë se kur kemi nevojë që të mirëkuptojmë njëri tjetrin dhe të dimë të ndajmë atë që kemi bashkë me vëllezërit tanë. Edhe një herë gëzuar të gjithëve. Si çdo vit edhe këtë Kurban Bajram, besimtarët kryejnë ritin e faljes, por edhe shkëmbyen mesazhet e dashurisë, vllazërisë dhe mirëqenies për çdo familje.